Faleminderit zonja Vasili. Të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, të nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar pjesëmarrës nga komuniteti dhe mediat, të nderuar drejtues dhe punës së administratës së bashkisë. Zhvillojmë sot mbledhjen e Këshillit Bashkiak datë 23/12/2025 për të vijuar bazuar në ligjin 139/2015 për vetëqeverisjen vendore, neni 53.5. Në fillim të çdo mbledhje miratohet rendi ditës i përcaktuar në thirrjen e Këshillit Bashkiak. Rend dite. Pika 1. Projektvendim për përdorimin e fondit kushtzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin nëntor 2025. Pika 2. Projektvendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin nëntor 2025. Pika 3. Projektvendim për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Sarandë të pasurisë me numur 315, numur 409, numur 432, numur 430, numur 441 me sipërfaqe 328.534 metra katror, zona kadastrale 1722. Pika 4. Projektvendim për miratimin në parim të vlerës financiare të shpronësimit prej 49.256 lek për pasurinë pronë private që preken nga investime publik me objekt ndërtimi i urës me toqit fshati me toq Sarandë. Pika 5. Projektvendim për miratimin e detajimit të buxhetit të vitit 2026 dhe programin buxhetor afatmesëm 2026-2028 për Bashkinë Sarandë. Pika 6. Projektvendim për korrigjim të gabimeve materiale. Pika 7. Informacion mbi raportin e performancës Bashkisë Sarandë për vitin 2024. Po zoti Meraj? Kërkojmë që ligjë pika 6 për shkak se materialet të korrigjimit e gabimeve nuk kanë ardhur pranë Këshillit Këshillit dhe në vend të kësaj të shtohet një projektvendim që ka me numër 152/23/2025 për miratimin e shtetasit MK për të trajtuar një qendër polivalente ditore të boshuara. Po, faleminderit zoti Meraj. Po, kishit diçka për procedurë? Po, zoti Bajrami? Ligjëra. Për miratimin e vlerës financiare, pika 4, për shpronësim për ndërtimin e urës. Sipas ligjit në fuqi duhet kishte pasur një kërkesë publike për këtë çështje. Edhe personat e prekur praktikisht në këto momente nuk e dinë. Se cilët janë të prekur nga kjo çështje. Dhe kërkesë publike për këtë çështje nuk kemi bërë, një investim të tillë madhor, i cili është edhe në interesin e Bashkisë Sarandë të dëgjohet dhe të merret vesh. Nga ana tjetër do doja që të shtoja për miratimin e buxhetit. Sipas ligjit në fuqi, dhe ky është një dështim kronik i Bashkisë Sarandë të administratës, praktikisht. Sipas ligjit në fuqi, buxheti duhet të sillej këtu dhe të prezantojë nga kryetari i bashkisë jo më vonë se data 30 nëntor. Të gjitha bashkitë e tjera e kanë kaluar këtë çështje. Dhe duhet të miratohet jo më vonë se fundi i dhjetorit. Atëherë dhe diskutimet që ne kemi në këtë mbledhje. Zoti Bajrami, unë shpresoj që të miratohet një herë mirë dhe të dalin në krahun tjetër. Ky është një diskutim lidhur me pikën e rendit ditës. Jemi në miratimin e rendit ditës dhe ju dhash fjalën për ndërhyrje për procedurë, nuk është çështje procedurale. Atëherë kur të kaloj kjo pikë në rend dite, do keni kohën e mjaftueshme për të diskutuar. Atëherë hedhim në votim rendin e ditës me propozimin e bërë nga zoti Gjergj Meraj, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Kalojmë tek pika e parë e rendit ditës. Projektvendim për përdorimin e fondit kushtzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin nëntor 2025. Kush ka pyetje nga këshilltarët, komisionet përkatëse?
Po, zoti Mera, komisionet... Komisioni i Zhvillimit e kaluar vetëm 3 provedime që lidhen me nuk ka një pushtetje, janë treguar gjitha kërkesat sipas ligjit të dokumos të kasë dhe mendojmë që të hedhim në votim në basket. Po. Faleminderit zoti Mera, kush ka pyetje me pikën e parë të rendit ditës? Diskutime? Faleminderit, hedhim në votim për vendimin numër 147 kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet projektmendimi numër 147. Kalojmë tek pika e 2 të rendit ditës. Projektmendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin nëntor 2025. Kush ka pyetje nga këshilltarët, komisionet përkatëse? Po, zoti Mera? Që i përdoron gjithë projektmendimet është të bazuar dhe ka të lidhur aty me projektmendimin që sapo kaloi në votim. Po, faleminderit zoti Meraj. Kush ka diskutime nga këshilltarët? Faleminderit. Hedhim në votim projektmendimi numër 148 kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika 3 të rendit ditës. Projektvendim për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Sarandë të pasurisë me numër 315, 409, numër 432, numër 430, numër 441, me sipërfaqe 328.534 metra katror, zona kadastrale 1.722. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Komisionet përkatëse? Nga informacioni që ka nga Po, zoti Meraj? Agjencia e Kadastrës është vërtetuar që status juridik i këtyre pronave deri në këtë moment që ne e marrim në shqyrtim për ta kaluar nga pronësi shtet, pra, që është jurisdiksioni e Bashkisë Sarandë në pronësi të Bashkisë Sarandë, me qëllim për ta vendosur në zhvillim për projekte të ndryshme që ka të bëjnë me projekte të cilat nuk mund të zhvillohen në territori qendror, por duhet Bashkia e Sarandë të zgjedhojë investimet edhe në territori e kësaj zone kadastrale që është në aksin e rrugës nga 6 që në drejtim të Vlorës. Atje ku do zhvillohet edhe rruga e re që do dalë, që do lidhet Saranda me nëpërmjet tunelit me akset e tjera rrugore. Kështu që ne drejt tashti, si këshillim, ne nuk mbajmë përgjegjësi për asnjë gjë që nuk e dim, ne dim që kadastra shtetërore ka thyer përgjigje dhe nga ka vendosur në dispozicion që këto prona kanë status i shtet në momentin që ata e kanë diskutuar, e kanë parë dhe kanë thyer përgjigje Bashkisë Sarandë. Ne i referojmë dokumentat. Po, faleminderit. Do mendojmë që ta kalojmë dhe kryetari me shpejtësi t'i përcjelli pranë ministrave që në këtë mandat që ne zhvillojmë këto prona. Faleminderit. Kush ka pyetje tjera nga këshilltarët? Diskutime? Po, zoti Bajrami. Do të falenderoj administratën që më putë bëri të mundur këtë gjë. Shpëtimin kërkesën të ka bërë. Do të thosha që është e vonuar, megjithatë më mirë tani se sa asnjëherë. Në të njëjtën kohë do doja që të kujtoja që ka plot prona të tjera, të cilat i hynë në punë Bashkisë Sarandë, të ardhmes së fëmijëve tanë, të cilat duhet të kalojnë në administrimin e Bashkisë Sarandë. Jemi praktikisht edhe me diskutimin e një buxheti tjetër, ku ne nuk i shtojmë absolutisht asnjë gjë të re fëmijëve tanë nga vlerat që na u lanë dikur në 91-shin. Po vjen keq në shumicën e deputetëve socialist, ju duhet ishit ata që duhet ta çonit përpara vlerën e ish diktatorit o vlla. Duhet kishim më shumë shkolla se sa aq. Duhet kishim më shumë fusha futbolli se sa aq. Duhet të kishim më shumë fusha volejbolli se sa aq.
ka plot toka, i nderuar kryetar. Sot Saranda është në administrimin tuaj. Bëni kërkesa të tilla sa më shumë, që të keni mundësi të administroni dhe të rregulloni, të kemi një fushë tenisi për Sarandën, mos do ta kemi një. 2 fusha volejbolli, një park sportiv. Dikur na duke i larg ku kishim fushën e futbollit, sot është qendra e Sarandës. Le të marrim një vend tjetër që na duket larg sot. Do të na duhet, të gjithë kanë makina, shumica të paktën. Po edhe vendosja e një autobusi nuk na bën dëm. Të kishim terrene sportive, le t'i kemi jashtë Sarandës, le t'i kemi në Vurg. Fusha, shtet, kemi sa të duash. T'i marrim dhe t'i bëjmë. Patjetër që i kemi bërë dhe projekte. Ne që më drejtove mua, dhe pavarësisht se territori i Sarandës është i kufizuar te kjo pjesë dhe nuk i përkasin territorit Sarandës, por në bashkëpunim me Bashkinë e Finiqit ne kemi një projekt shumë mirë, le të themi në Brion, për të krijuar një ambient totalisht sportiv o turistik. Shpresojmë tani të marrim miratimin sepse investimi shumë i madh. Na është dhënë një dakordsi nga qeveria qendrore, nga kryeministri Rama, por pa u bërë, le të themi, 100% reale, atëherë është e kotë të flasim sepse ndoshta edhe mund të dalim para qytetarëve të gënjej, por më mirë ta mbarojmë këtë punë dhe pastaj të komunikojmë. Por shumë gjëra janë bërë ndërkohë. Shumë fusha, shkolla, ambjente sportive, të gjitha këto rregulla, nuk e di po ke qenë në terren, po dhe po s'ke qenë të çojmë ne. Edhe ato që kanë qenë në gjendje le të themi të degraduar, së shpejti të gjitha rikuperohen. Mbaj mend që Çuka kishte një fushë futbolli, nuk e kam. Edhe atë e kemi futur në program. Po, se kemi më. E kemi futur në program për ta rregulluar. Do të doja ta kishim. E kemi program për ta rregulluar. Shelegari ka pas një fushë. Nuk e kemi as atë. Po, në qoftë se nuk është në jurisdiksionin tonë, se ky është problemi që kemi tani, që nuk është një pjesë e Shelegarit, nuk është në jurisdiksionin e Bashkisë së Sarandës. Fusha ka qenë brenda jurisdiksionit tonë. Po, faleminderit. Samili, i kemi harruar fare këta. Zonja Kushi. Samili po investohet fusha tani, po nuk si në dieni, jemi reformuar, ka filluar investimi. Problematika e Ka qenë më prapë. Situata për tek Ara Dava, se kemi diskutuar dhe tjetër me gjithë shqiptarët dhe kemi parë, është tokë shtet në status, nuk e di që është vënë në projekt që është një vend shumë afër qytetit Sarandës, është e gjitha në jurisdiksion të Sarandës dhe nëse janë marrë masa është atë. Atë po shohim jurisdiksionin, po shohim. Është një tërë në jurisdiksion të Sarandës. Tash do bëj vetëm një sqarim. Po zoti kolegu, sepse ne këtu nuk flasim qesi. Duhet të dimë dhe histori, duhet të kemi edhe kujtese. Kur është bërë transferimi i pronave nga qeveria qendrore në qeverinë lokale nga 2005 deri në 2011 ka qenë Partia Demokratike që qeveriste Bashkinë Sarandë, që do të thotë listën e pronave, edhe këto prona që janë jashtë, që duhet të ishte përfshirë, dhe këto që diskutojnë që duhet të ishte përfshirë, e keni qeverisur. Të flasë politikisht ashtë ju, pra Partia Demokratike nuk ka qenë kujdesshme Bashkia Sarandë që qeverise, që gjitha këto prona shtetërore duhet i përfshirë te lista, t'ja çone qeveris dhe t'i ktheve. Kështu kemi vepruar në Samil me zonin Veseli ishte i Partisë Demokratike, po të treguam tu kujdesshëm që shumë prona, që edhe fusha e sportit sot investohet, vjen prise, nuk është sot, nuk ka filluar sot qeverisja. Jo të ditë qeverisja nuk ka filluar sot. Jemi të shqiptarë të Sarandës, po çfarë ju lëmë zot. Po mos u bëj tash. Jo, ka qenë po, ka qenë pa kujdesshëm. Është pa aftësi olla, Partia Demokratike. Po mirë po jashtu. Aftësia është pa. Jo, duhet ta thuash ashtu siç e ka vërtetë. Tërheq vëmendje. Kemi këto terrene në administrimin e Bashkisë Sarandë. Atë. Që nuk dim akoma se cili është inventari i pronave të Sarandës. Po, akoma nuk e ne bravo administratës që po demokrata apo socialist nuk ka rëndësi. Po thuaj. Jemi duke i lënë fëmijët pa gjë. Apo do të thotë se ti ke marrë. Atëherë ju lutem. Në qytetin po them. Po, Ju lutem tërheq vëmendje. Po zoti Çela. Duhet të vazhdojmë me rendin e ditës. Tek pika 3 që po diskutojmë, këto çështje nuk hin. Ato janë për perspektivën apo për të kaluarën. Le të vazhdojmë me këtë që kemi tani. Faleminderit.
Po, faleminderit zoti Shela. Ka dikush diskutim tjetër lidhur me pikën e tretë? Atëherë faleminderit. Hedhim në votim projekt vendimi numër 149, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 4 e renditditës. Projekt vendim për miratimin e parim të vlerës financiare të shpronësimit prej 49.256 lekë për pasurit pron private që preken nga investimi publik me objekt ndërtimi i urës me toqit fshati me toq Sarand. Kush ka pyetje nga këshilltarët, komisionet përkatëse? Po, zoti Bajrami? Cili nga ne do ta shiste pronën për kaq lekë? Ndërkohë që ura kalon aksi i rrugës kalon mu në mes të pronës së dikujt. Nuk e di se sa e madhe është ajo pronë, nuk është e përcaktuar. Teknikisht mund ta shpjegoj drejtori. O cili nga ne do ta shiste pronën e vet, qoftë ajo edhe në anë të lumit, edhe shpesh e përmbytur për kaq lekë. Bëhet fjalë për 500 metra katror. Po pra, po është në mes të pronës, ja bën pronën të pavlefshme faktikisht Ne jemi personi. munduar që Unë nuk e di se cili është personi, mora krye plakun e fshatit nuk e di. jemi munduar që mos të prishim shumë prona, mos të prekim shumë prona, por nga kërkesa e shumt e gjithë banorëve të Metoqit që kërkojnë urën dhe është një domosdoshmëri. Mos e nevojshme, ke shumë të drejtë. Jemi detyruar dhe ajo është pjesa më minimale që mund të prekim të pronë private. Kështu që për këtë jeni të garantuar. Po t'ja shpërblen të pak. Faleminderit kryetar. Por po banorët e Metoqit kërkojnë atë urën. Nuk është se po ne atyre po e bëjmë. Pa dyshim me falënderimin tim në emër të tyre, përsa kam unë tagër të them Sepse kam faleminderit. 15 vjet që kërkojnë atë urën dhe po mundohemi për Pa dyshim, po t'ja shpërblen të paktën atij që po i prishin pronën. T'ja shpërblen, jo me kaq lekë. Cili nga ne do ta shiste për kaq? Ajo pronë asnjë s'ka qenë shfrytzuar në gjithë 20 vjet. Po, faleminderit kryetar, të japim fjalën drejtorit. Po, drejtor? Zoti Bajrami, po. Në shpektem të shumë nuk i vendosim ne, procedura për disa vite që në ligjen nga Agjencia Shtetërore e Shkonsimeve. Ky është hapi i parë për sa i përket shkonsimit, nuk është ky shkrim final, ky është një shkrim parapraq që ne bëjmë për llogaritje, bazuar në pronave të posaçme. Dokumentacioni do të përcjellet pranë ASH-s, e cila ka drejtorinë të kapse të bëjë vlerësimin për sa i përket shkrimeve të bazuar dhe ligjeve në fuqi. Përtej kësaj, për sa i përket sasisë metra vullnet projekti parapraq projekte 4 prona, ne munduan duke qenë që janë pasuri të destinuara për bujqësinë. Versioni i parë i projektit i ka ato diagonalisht që ka bërë më të vështirë dhe ushtrimin e aktivitetit bujqësor, gjetën në sfidë për të bërë një trase rrugë dhe kemi aksin e rrugës që shkon paralel me aksin e shërbimit të tokës bujqësore. Kjo ishte edhe me nefiqendi dhe me në pak të të kodë, ajo që një sfidë në klasë në kablurin e mjetëve për sa përket daljes ka ura në momentin të lidhës në asër ekzekutorë. Po, faleminderit zoti Bajrami. Atëherë, ka dikush diskutime të tjera? Faleminderit, hedhim në votim për vendimin numër 150, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 5 e renditditës. Projekt vendim për miratimin e detajimit të buxhetit të vitit 2026 për programin buxhetor afatmesëm 2026-2028 për Bashkinë Sarand. Kush ka pyetje nga këshilltarët, komisionet përkatëse?
Po, zoti Meraj? Diskutojmë projekt buxheti është një mirë rëndësishëm në Këshillin Bashkiak. Edhe në kryimin e projektit buxhetit, edhe buxhetit të vitit kaluar, ne kemi trajtuar. Ky është një projekt buxhet që vazhdon investimet në Bashkinë Sarand, vazhdon performancën e rritjes së buxhetit, jo vetëm në mbledhjen e ardhurave, jo vetëm në administrimin e mirë tyre, por kjo është edhe dukshme në komunitet. Në të gjitha cepët të Bashkisë Sarand, shikon kantiere, shikon projekte të cilat investohen nga buxheti i Bashkisë, dhe ky buxhet i rrotuar në gjithë bashkë. Është e vërtetë që edhe në këtë buxhet të këtij viti ne kemi ndërhytur disa herë, sepse është treguar vetë administrata është treguar e gatshme që atje ku fondet bllokohen, kalojnë projekte të tjera, duke e ripar buxhetin dhe kjo riparje buxhetit gjatë vitit e bëri efektiv edhe investimin. Pra, duke parë në global, sepse ndoshta mund të ketë konsiera që mund të prezentojnë ose mund të diskutojnë kolegët, është një buxhet që është frymëzues. Është një buxhet që e vazhdon atë rritjen e Bashkisë Sarand në investimet nga buxheti vet, përveç investimeve nga qeveria. Janë ulur shpenzimet administrative dhe është rritur koeficienti i shpenzimeve ose investimeve publike, të cilat janë sjellin rrugë, sjellin vizhte, sjellin parqe e të tjera, që edhe një tjetër ne i kemi parë gjithë, i shijojmë gjithë dhe ka për të ndrequr, sidomos një gjë dua ta fiksoj që kam fjalën, tek investimet e qeverisë ose të fondit shqiptar. Ne shohim me sy se sa probleme kanë pedonale, sidomos lokale në gjitha këto akse, që nëse nuk është marrë dorëzim ky projekt, duhet që bashkia ta detyrojë firmën që të sigurojë gjitha lokalet, të gjitha pusetat dhe të gjitha defektet që janë krijuar tek investimi i fondit shqiptar zhvillimit. Po, faleminderit zoti Meraj. Kush ka pyetje tjera? Po, zoti Koqiu. Atëherë ekzekutivi në vëmendje. Sa janë realizuar për vitin 2025 shpenzimet kapitale? Nga një kërkuar për vitin 2025. Në çfarë përtimi? Edhe sa vlerë. Keni pyetje tjera po të përgjigjet dhe të... Po, zoti Bajrami. Kemi të transferuar nga buxheti i sivjetshëm gati gjysmën e të ardhurave të bashkisë. Ardhurat e saj. Faleminderit. Gati vlera 4 milion euro kalon për vitin 2026. Janë lekë të cilat janë shumë të domosdoshme, duhet ishin shpenzuar. Kemi kush e di se sa sheshe rreth e rrotull qytetit të Sarandës ku janë prishur mure, garde dhe kanë ngel të pariparuara, të pa menaxhuara, kanë ngel të shtruara me pllaka, një pjesë e madhe e tyre dikur të paktën ishin edhe me gjelbërim, një pjesë e madhe e pemëve u shkullën që andej. Nuk jam kundër asaj që u bë, ju falenderoj biles për atë që u bë, por ama duhet që të kujdeseshim. Kjo politika e transferimit të lekëve për vite elektorale më duket e papërshtatshme, që të gjithë jemi duke vuajtur këtu në këtë qytet, dhe duket sikur kemi shitur rehatin ton për turizmin. Në të njëjtën kohë, shikoj që nga të ardhurat tona, duke shfrytzuar këtu edhe turizmin, ne nuk nxjerrim dot asaj sa ka nevojë aparati i bashkisë. Më duket se duhet të dalim një çik nga lëkura e këtyre buxheteve të vjetra. E kam llafin jo vetëm për buxhetin këtu, po edhe për paketën fiskale. Nuk e di se ku është problemi,
që ne nuk I nxjerrim dot lekët që kemi të nevojshme nga turizmi. Të gjithë kemi shitur rehatin ton për shkak të turizmit. Edhe ata që merren me turizëm dhe ata që s'merren me turizëm. Kemi trafik, kemi problematika të pafundme gjatë beharit, shumica e nuk çojnë dot fëmijët në plazh. Për shkak të administrimit të teritorit dhe megjithatë, duket sikur nga turizmi ne nuk I nxjerrim dot lekët që na duhen, të paktën për administrimin e bashkisë, për aparatin e bashkisë. Këtu nuk kam pyetje, pyetjen e kisha vetëm tek ajo 4 milionë që apo do doja që të dilnim faksa nga kjo lëkura jonë e rehatit, domthonë për të menaxhuar të strukturën. Meqense jemi për procedurë të pyetje, të përgjigjet ekzekutivi lidhur me 2 pyetjet e bëra nga zoti Koçiu dhe zoti Bajrami. Po, drejtoresh? Se sa janë realizuar, po janë realizuar diku te 80% të linjës kontrata. Dhe diku te 45% tek për të realizuar për financim, pra që janë financuar. Po 80% e linjës kontrata janë fondit është lidhur kontrata. Sepse edhe kemi kaluar edhe këtë vit janë parashkuar investime me financim 2 vite. 25-26, ose 26, pra I kemi shtrirë duke që... Pyetja jemi ishte për ato që janë kalkuar për 2025 dhe për 2026. Janë ndarë në cifrën vetëm. Po, ishte 80%, se si apo ishte të qartë, Edhe për gjithë e kontratë, jo realizimi. Po, realizim për financim është gjithë 25%. Sepse kemi realizim në 2025, ka qëtësim, kemi realizim për... Pra, po ka realizim në financim dhe ka realizim në financim sa ja. Paka shumë, të shumë është e kam shumë. Me përqindje, po. Atëherë pyetjes bën nga zoti Bajrami. Shqetëruar për fondet e trashëguara, atëherë këto fonda nuk janë possibile eksploatet në buxhetin e trashëguara, po janë fondet që trashëgohet aq shumë viti nga viti në vit. Dhe nuk janë fonde vetëm që tregojnë që buxheti nuk është realizuar, po janë fonde që tregojnë që buxheti edhe është e kaluar. Përsa I përket disa zërave të buxhetit, siç thatë juve tek paketa fiskale apo tek paketa fiskale që kanë ndryshuar për të ardhura, janë rritur të ardhura nga turizmi, nga taksetitjes model. Ka dyshim që janë rritur? Po, janë rritur. Janë rritur përvojse, më thëmë, edhe 100%, edhe nga zëra të tjerë për sa I përket ndikimit të turizmit. Pra të ardhurat nga viti 2023 deri në tashti janë rritur diku te 60%. Kështu që kjo tregon që këto ne nuk janë të trashëguara sepse ne s'po realizojmë dot investimet apo që ndërkohë që investimet janë të fishuar fondi I investimeve, krahasim me vitin 2023 ose edhe nga një vit më parë janë shtuar 20% pra vit për vit, fondet e parashikuara për investime rriten me një përqindje të konsiderueshme. Dhe të gjitha këto janë nga realizimi I të ardhurave tona, jo nga buxheti shtetit. Kështu që këto janë tregues që faktojnë që performanca e buxhetit të Bashkisë së Aranit të paktën këto vite të fundit, edhe me fal rritjes turizmit, është mjaft mirë. Pa dyshim që është përmirësuar. Megjithatë, jam duke thënë dhe po sigurisht që duhet të nxjerrim lekët tona, duhet të nxjerrim lekët tona, po nuk po e kuptoj paksa logjikën edhe tek përgjigjja që kishit ndaj kolegut. Se më duket sikur të dyja pyetjet janë të lidhura. Realizimi I projekteve që ishin për këtë vit është 45%? Të financuar, pra. Dhe 80% të lidhura, pra lidhen kontrata dhe financohen... Po kontratat lidhen në projekte 2 vjeçare. I lidhen kontrata dhe financimi është për 2 vite. Domethënë, është lidhur kontrata dhe është në punë e stil për të thuar. Ata leje ndërtimit nuk merret për 45 ditë. Leje ndërtimit për një financim ka një afat caktuar, që për procedurë, për
Domethënë flas nga ana juridike. Nëse një firmë merr një shërbim të caktuar, ka një afat kohor i lejes ndërtimit. Dhe ai financim nuk mund të klasifikohet si realizuar 100% brenda vitit, kur afatin kohor e ka për 2 vjet apo për 3 vjet. Këta që janë ndërtuesa e kuptojnë shumë mirë. Kolegu pyeti specifikisht për projektet e 2025-s. Ne jemi në dhjetor të 2025-s. Nuk mund të thuash, nuk mund të flasësh eksakt kur projekti vazhdon për një afat kohor bazuar në nderuar kryetar. Sepse vazhdojnë edhe shifra është saktë. Do të kuptojnë që si kaloi po në një nga sopolimi dhe shpenzimet e planit së Jo, nuk është vërtet. Nuk realizohet. Nëse ky fondi deri në fund mandatit do të realizosh po. Jo, nëse fondi i mbartur është të paktën unë kam shumë vite këtu dhe këtë fondin e mbartur e kam gjetur pra është një fond që ne nuk e parashikojmë do ta harxojmë 100%, se nuk është e pamundur, se ne kemi kushtuar tek shpenzimet, kemi kushtuar tek pagat, kemi kushtuar kemi tek kaluar të ardhurat, kemi realizuar atë përqindje e investimeve, të gjitha bashkë përbëjnë këtë që quhet kursim. Edhe mbartja, unë jam shumë dakord me atë që thot Bimi, absolutisht, që ne duhet të mbulojmë shpenzimet e bashkisë edhe të nxjerrim investimet në këtë vlerë pa mbartur. Unë personalisht do ta kisha sfidë nëse do realizoj kjo gjë, por para 4-5 vitesh kjo gjë ka qenë as nuk ndroi. Kështu që performanca gjatë këtyre viteve është e dukshme, nuk janë domethënë gjëra të shkruara në letër. Dhe buxheti i bashkisë nuk është në ata të vjetrit, zoti Bariami, që fryeshin buxhetet për të realizuar ata zëra që duam ne, siç bëjnë dhe shumë instituciona apo bashki tjera. Ky është një buxhet neto dhe këtë me përgjithësi plot. Domethënë, të ardhurat janë ato dhe shpenzimet janë ato. Ne nuk i fryjmë asnjë buxhetet për të realizuar ato që duam ne, e pjesa tjetër hajse s'kishim ne. Nuk e thash në asnjë moment këtë pjesë. Jo, absolutisht nuk dua ta sqaroj këtë pjesë sepse nuk do të kishe. Atëherë për procedurë, prandaj dhe unë kur vendos pikën e rendit, pikën që është në rend vite dhe them komisionet përkatëse, nuk e them kotat e komisionet përkatëse, po juve keni nga mungesat e tepërta keni harruar procedurën që parashikon rregullorja e Këshillit Bashkiak, që komisionet mlidhen, marrin pyetjet nga gjithë anëtarët e komisionit, diskutojnë dhe vinë me pyetje konkrete. Ne nuk mund të saktësojmë shifra tani, të bëjmë pjesëtime. Ose ndryshe të marrëm dhe një makinë llogaritse dhe të pjestojmë dhe të rrim gjithë ditën të shikojmë shifrat e buxhetit. Çfarë ishin për të bërë, janë bërë në komisione. Këtu janë pyetje të cilat duhet të jenë të përmbledhura. Nuk mund të pyesim shifra konkrete. Prandaj të rregullora këshillit ka të përcaktuar që sidomos për pika siç është kjo pikë e rendit ditës, dalim komisionet përkatëse, ato që kanë diskutuar komisionet dhe bëjmë pyetjet e diskutime në bazë. Noi siamo stati nei commissari Transfer nga 4 milion nuk mundet që investor për Davidit, vetëm tenderimi, vetëm projekti, mënyra e ankimit e gjitha ju e dini çfarë do të sot. Me sy dhe di shtetit janë të mënyra e administrimit të lehtë publik. Dhe tenderimi, projekti, ankimimi dhe gjitha e harxojnë kohë dhe se diskutuar që këto lehtë e vërtet janë para ato projekte, po duan kohë fizike të cilat kalojnë në nashë. Pra mos e shikoni si punë e pa kryer, është punë formale e cila do të jetë strik, sepse ne jemi koshient që në gjithë vendit, gjithë sytë e shtetit janë hedhur tek leku publik i rrugëtimit. Dhe i bashkimit të gjithë. Në i parë me tjera raste, në bashkimit të tjera që vetëm për një formalitet të bërë gabim, gjithë po janë në llogari para ligjit. Faleminderit zoti Merë, po zoti Hoxha. Faleminderit zonë, zonë. Jo, vazhdojmë në fal. Unë vazhdosh. Atëherë, buxheti propos shifra
Përshëtërin, shqipën e profesion zonja e nderuar të uta. Furimet e profesion kryetarja ai që është lideri i udhëheqjes së këtij qyteti. Pra, me këtë mënyrë, Shqipëria përcakton veprimin së kushet. Saranda nuk ka për shembull përpara dilema ekzistenciale si gati gjysmë e Shqipërisë, qytete që nuk dim se ekzistojnë sot, që është problematika më e madhe shqiptare. Saranda e dim se ekziston e ka të fatë. Në fushatën sa madje nuk kujtohet që është një qytet në shtim, pra nëse gjithë Shqipëria është në sprazje. Saranda është në shtim, gjë që është një tregues jashtëzakonisht pozitiv për këtë qytet. Ky qytet e ka statusin e vet, e ka profitin e vet, e ka kuptimin e vet ekzistencial. Kjo është një gjë shumë e mirë. Qyteti duhet parë me syrin pra ka dy mënyra, ose do ndërtosh resorte, ose do ta konceptosh qytetin si një mega resort. Dhe unë do kisha dëshirë për shembull që të shikoja një buxhet të reflektuar këtë koncept, ishte një lajm i mirë i qendrave rekreative, si një mega resort. Buxhetet, si stilet e qeverisëve kanë dy forma, formë generaliste, ku gjithçka është prioritet dhe njëkohësisht nuk është prioritet, dhe ato që nuk janë stile generaliste ku jepet prioriteti. Por ose kujdes kur e merr pushtetin Toni Blair, thotë qeverisja ime në mandatin e parë ka tre prioritete. Ka arsimi dhe arsimi. Ai e shndroi arsimin në industri, pra edhe të ardhurash, jo thjesht në kuptimin romantik të fjalës. Pra ne sot nuk e di a mund të kemi për shembull buxhete jo generaliste ku gjithçka duhet investuar, por gjithçka nuk për shembull duhet me lënë pak për mandatin tjetër dhe duhet të qëndruar diku. Diskutimi është, unë nuk jap definicione që duhet të jetë kështu, por që qyteti duhet të konceptuar për shembull si një mega resort. Kjo është e domosdoshme për ta jetuar këtë qytet. Ai që vjen dhe ai që jeton këtu. Tjetër, përmendi zonja Teuta diçka që tha nuk janë buxhetet e para të viteve. Jeta ecën jo thjesht të thënë kështu si fjalë klisheiste, por dinamikat zhvillimore janë të tilla që e ke shumë vështirë t'i kapish. Dhe trendet janë të tilla që aty që se ke menduar deri tjetër dhe edhe të ndryshon të gjitha planet. Dhe po dalim tek një pikë këtu, sepse për që më konkret. Investime në arsim, kulturë dhe art janë tre fusha. Ne po shikoj vetëm 4 investime të cilat të gjitha janë në kopshtet e shkolla. Dalim te aspekti kulturor. Ka aspektin kulturor ne kemi një cen në cilin ballafaqohemi çdo ditë dhe brenda së cilit jemi, sepse kjo është godina e qendrës kulturore, të cilën ne e quajmë. Zakonisht këta janë investime ku investimi do ta kërkosh jashtë buxhetit. Por unë po pyes, a kemi ne mundësi sot zonjë Teuta edhe zoti kryetar të kemi buxhete pak kurajoze, pak guximtare, pak kokrisura, në kuptimin që investime publike që duhet i çojmë syt ke jashtë buxheteve tona, të kemi guximin të fusim brenda buxheteve tona. Po e kujtoj që për debatin për teatrin kombëtar që i investon sot shteti, në 2000 përgjithësi, ishte pa imagjinueshme, pra përflitej nevoja për një teatr kombëtar, po ishte pa imagjinueshme aq sa përflitej që shteti grek do ta ndihmonte shtetin shqiptar të jepë një donacion për 5 milionë eurosh, si ishte pa imagjinueshme financat e shtetit shqiptar të investonin në teatrin kombëtar, për ta përmundur. Kjo sot ka ikur, pra është vetë shteti që po e ndërton. Dhe pyetja është, a kemi mundësi ne për shembull një vepër publike siç mund të jetë fjala vjet? Fa guxojmë në buxhet Po të lexosh buxhetin e komunës. po E shikoj që për herë të parë Bashkia Saran përfundimisht vendosi që këtë goditje ku jemi sot ta investoi totalisht Bashkia Saran. Me kja të kësa shkosh në të është teatri dhe duke qenë se e përmende kulturën, sportin dhe artin, dhe pas kulturën dhe sportin, dhe nuk mund të mbyllim pa prekun dhe kulturën. U mundohem 2 vjet rresht që të fitim buxhetin nga qendra.
me pamundësi dhe dëshpëria fat ku ne mos pëshim dot. Kjo ka qenë një nga arsyet që mos realizimi i buxhetit sepse një vlerë e madhe e caktuar ne gjithmonë e lini kësaj goditje këtu. Dhe prandaj dhe në shifra në përqindje pastaj themi pse nuk është realizuar buxheti, sepse ajo vlerë nuk realizohet çdo vit, ka qenë për këtë destinacion. Tashmë vendosim si bashki Sarandë që të gjithë financimin ka kryer bashkia Sarandës. Kuptohet do ta shtojmë në 2 vjet financimin, por nga viti tjetër kjo goditje ku ne sot vazhdojmë këtë mbledhje bashkë me kemikarët, do filloj punimet për rekonstruksionin e saj. A mund të konsiderohet kjo rrezik i buxhetit? Kjo është shumë për një buxhet. Ne këtë vit vetëm këtë kemi si rrezik i buxhetit. Kjo është shumë më e madhe investimi që ka bashkia Sarandë për vitin 2026, është kjo godina që ne po përfitojmë. Pastaj kjo, nëse kjo është një precedent i suksesshëm, ne mund ta transferojmë si model edhe tek investimet të tjera. Ne ndoshta mund të vim në mes vitit mund të vim prapë për rishikim buxhetit për fonde tjera, jo për këtë, kjo e ka marrë formën le të themi përfundimtare që do vëllë të investojmë në bashkësi. Ky është tani mendoj unë një viti që faleminderit. Okej, qartë. Po, faleminderit kryetar. Po, zonja Kushi. Organizuar me kujdes buxhetin, duhet falenderoj gjithë ekzekutivin që është munduar të na i përfilojë në këtë lloj forme, që ne të kuptojmë se çfarë bëhet me taksat që lidhen, ku do shkojnë. Mirë, nuk është viti i parë që bëjmë lexim edhe të zi se kur vjen një buxhet i detajuar ku kjo do bëhet, çdo gjë që vjen shikon. Pyetja ime e parë është duke parë buxhetin e vitit kaluar, ishte planifikuar të ndërhyej një terene sportive të shkollës së gjashtës. Pyetja ime është përse ky investim nuk u realizua, çfarë kungeti? Mungon një lekët, mungon dhe projekti, është tenderuar dhe akoma ndoshta nuk është bërë pagesa. Pra, cili është arsyeja e mos realizimit të këtij zëri që ne e miratuam vitin e kaluar. Taksimi që është në proces, jo vetëm në klasë, të gjitha ambientet sportive të gjitha shkollat, do realizohen të gjitha në vitin 2026. Po ka një procedurë të caktuar. Kërkon të shumë se një vit? Është miratuar vjet? Po. Është miratuar vjet? Po, sepse këtë vit kemi një problematik të shtuar, është procesa teknike, që në përgjithësi duke qenë se ne kemi reaksi shumë madhe në kanë. Atëra ka përsesuar përgjithësi shumë projekte, sepse fakti që kemi disa projekte njëkohësisht na ka volluar të themi në marrjen e dokumentacion teknike, por që pasi ka kaluar gjitha këto procedura, është në genetime që është sigurt, është toleruar dhe fillon besoj punimet në vitin 2026. Me buxhetin e 2025. Jo. Faleminderit më zonja Kushi, po. Tek pasia 7 e buxhetit, shikoj që pika 6 dhe 18 në vëmendje ekzekutive. Përshkrim është i njëjti zë. Rikualifikimi rrugëve të brendshme të shesheve me 6 metoç dhe tek 18-a sërish rikualifikimi rrugë sheshe 6 metoç Berdenesh, çuk nuk e di. Nëse juve këto projekte, a ka projekte të ndërtuara në secili? Ka një problematikë sepse aty kemi investime të usjellësi që na ka detyruar të themi që formosim për investimin, sepse do të mundi bëj. Lexoj ishte pa çfarë po lexoj, kualifikim atë kualifikim sërish. Ta keni juve projekte të ndara për të dy zërat e mira në problematika kryesore e gjashtës. Berdenesh, çukës është sepse sot po flasim janë karriere hardware, që njerë për deri investime të 25 nuk i kemi mësuar të realizojmë dot, por mos të shkuar dëmë, jo se s'mund i realizojmë që tani, jemi gati, por nuk ka kuptim kur ne po punojmë në tokën, fillojmë punojmë në tokën. Kjo është arsyeja e tij. Kështu që një nga arsyet kryesore është ajo aty. Prandaj që vetëm tek ato
3 zona caktuara. Janë 2 zëra dhe 1. Po pra, ja dhe shpjallë. Dhe prandaj nuk pyeta projekte të detajuara për të parë numrin 6 për numrin 10. Zonat janë projekte, po thjesht të dy zonat po punojnë dhe po vazhdojnë dot. Ato ka qenë një shpiratuar te buxheti fillestar 2025, tjetra është bërë me rishikimin që ka qenë vlera më e madhe ka qenë 6. Dhe të dyja janë të rrezulluara për shkak të punonjës në universitet. Prandaj dhe kjo tikon të realizimi, të mos realizimi i buxhetit. Prandaj dhe këtu kur hyn të shifrat ku ngatrojnë pak sepse ka një arsye caktuar. Pyetja ime e tretë është se a është planifikuar në këtë buxhet kodat që ne kemi në lidhje me qarkun. Dhe çfarë vlera ajo ka? Dhe nuk dhe i është, a kemi ndonjë projekt të bashkëfinancuar me dikë tjetër në këtë buxhet? Që juve keni bërë pjesë, keni përgatitur projektin, keni marrë përqindjen e investimit të bashkisë, dhe pastaj është bashkëfinancim me dikë tjetër. Pyetja tjetër që kam është sa është përqindja e arsimit në këtë buxhet? Pra sa përqind të këtij buxheti është i arsimit? Sepse mbaj mend në buxhetet e viteve të mëparshme kemi pasur pasqyrat të veçanta për çdo institucion arsimor. Se sa do shpenzohej në gjimnazin e Sarandës, sa do shpenzohej në një shkollë ose në një shkollë. U zgjerua një misioni bashkisë, u bërë bashkë me Samilin, dhe tani janë të gjitha bashkë të asira shkolluar verse sa është buxheti i tyre. Dhe nuk di pastaj ai policimi që neve marrim në fillim të shkollës është kaq, çdo drejtor shkolle çfarë mund të planifikojë në atë buxhet, çfarë mund të bëjë, sepse në deshje të vijë të bëja një muzej të shkollës dhe ishte një financim nga gjithë bizneset, gjithë ishë nxënësit e asaj shkolle u vendosën në marrëveshje me njëri tjetrin dhe realizuam atë gjë, sepse duke ardhur në bashkim, duke patur një buxhet jo të detajuar për shkollën, nuk dija, kam bërë një kërkesë për bibliotekën e shkollës dhe nuk di a është planifikuar tek ky buxhet. Se sa ne ka të duhet, apo ne do vazhdojmë ta bëjmë në të njëjtën gjendje që jemi. Në fundit, do ta pres përgjigjen. Sa nëse ti e di më jetë, nuk kam pasur. Jo, unë kam një merak sepse ti bën pyetje, diskuton, e shpjegon pyetjen. Ne jemi në procedurë për të bërë pyetje dhe të marrësh përgjigje, sepse atëherë sa është përgjigja e arsimit do të pyesim tani. Dhe pyetja e fundit është. Cili është vlerësuar nga një prioritet, rrisime aktual ishte kjo vërtesa, por cili është prioriteti i këtij buxheti që juve keni prezantuar sot? Po faleminderit Sonja Kushi. Atëherë ekzekutivi, lidhur me këtë. Atë për sa i përket qarkut, që të parë, po kemi parashikuar grilla lektoreja si kuotë, është si kuotë, po. Ashtu është në ligj kuotë dhe ne kemi kuotë. Por kemi edhe projekte në bashkëfinancim nëse të realizohen, ne do t'i financojmë. Sa i përket kjo, për sa i përket qarkut. Për sa i përket arsimit, se sa në përqindje është në 11%, po dhe për arsimit, dhe janë të detajuara me sepse edhe mund të duash të detajohen sepse me kod programesh. Arsimi parashkollor, arsimi parauniversitar. Në arsimin parauniversitar, po dhe gjitha shkollat nëntëvjeçare, nuk është e njëjta shkollë, se sa kërkesa ka shkolla nëntetore, që është shkolla më e madhe, me 1400 nxënës, nuk mund të ketë shkolla në 6 që ka 200 nxënës. Prandaj dhe pyetja është, pse jashtë detajuar për secilin prej tyre? Edhe të tasjeroj. Ne buxhetin e kemi me kod programe, dhe nuk e kemi me shkolla. Dhe një kod programi i caktuar të një arsim parashkollor përfaqëson të gjitha shkollat e arsimit parashkollor. Që të bëhet një buxhet, do me thënë që të ketë kërkesat nga të gjitha qelizat të detajuar, shkollë, kopës, çerdhe, për të gjitha zërat dhe kategoritë e shpenzimeve. Nuk e di se sa keni çuar tek zyra arsimore, që është për të menaxhuar buxhetin tuaj, por tek unë nuk ka ardhur asnjë kërkesë e tillë për sa u përket këtyre zërave të detajuar për biblioteka apo gjëra të tilla si ju thatë më lart. Sepse biblioteka është një fond që duhet parashikuar në investime dhe jo në shpenzime.
Kështu që ju nëse do ta kishit një kërkesë të tillë, nuk asnjë, nuk e parashikoni. Kjo ti nëse nuk e di, është e protokolluar. Nuk e bën në shkutim, por më shumë se 2 muaj. në grupin e hartimit të buxhetit kjo gjë nuk është. Po megjithatë, nuk ka problem sepse edhe parashikohet. Kështu që për sa përket pyetjeve tuaja për arsimin, janë të siguroj që janë të detajuara dhe të mirë financuara dhe të mirë buxhetuara. Dhe këtu kemi drejtoresh në arsimit që nuk besoj se nëse do kishte në një ankesë apo kërkesë apo qofte edhe për në mes të vitit, ne patjetër që për arsimin nuk kemi asnjë hezitim për ta financuar sepse është pika më e ndjeshme dhe më e dobët për gjithme, jo vetëm për juve që punoni në arsim. Por në protokollor. Por Jo, nuk e di, anë të deuta është këtu dhe do bëja të tjani se buxhetet e shkollave janë të ndara ose jo. Të gjitha bashka për janë të ndara. Shiko, në buxhet janë metodë programesh. Në zyrën arsimore të menaxhimit të buxheteve janë edhe në shkolla. Normal sepse është një zyrë që i menaxhon të gjitha shkollat sipas kërkesave që the. Që ka shkollë më të madhe më të vogël dhe nuk mund të financohet njësoj si shkolla e 6 dhe shkolla e Kelevin. Është legale që është planifikuar për çdo do dish për kohë. Po, patjetër që është e parashikuar, por ka edhe një diçka për procedurë edhe mund ta bëjmë këtë, që juve, meqense jeni në atë pozicion që jeni, nëse keni një kërkesë, duhet t'i drejtoheni zyrës arsimore me një shkresë, me një preventiv dhe ju të kërkoni atë që doni. Po duke bërë fakt të kryer dhe duke shkuar dhe bërë lista të gjata në përpika shitjen, kjo gjë neve na bën njerëz zakonisht të vështirë punën që të zbatojmë ligjin edhe në mënyrë të plotësojmë edhe kërkesat tuaja. Dhe ju zonja Dafina jeni një rast i tillë. Po të lutem se duhet edhe të sqarojmë çfarë pyetje, të lutem. Nuk është edhe këshillit për të sqaruar asnjë gjë. Po të diskutojmë në komisiona, edhe unë pas kam të sqaroj. Shqiptarit pyesin dhe ju përgjigjen. E mirë. Dhe nëse s'keni marrë përgjigje zore. Okej, në rregull. Faleminderit, unë këto flisha, po kemi disa më të sqarojë diçka, atëherë për sa i përket në sarsin. Po. Kthej përgjigjen për dhe do marrësh direkt. Atëherë për sa i përket zyrës arsimore, ne gjatë periudhës së qaftorit kemi të gjitha kërkesat dhe për të planifikuar buxhetin e bazë të kodeve, pra nuk janë në shkolla të ndara, por janë me kode. Dhe bëjmë kërkesën të Drejtoria e Financave se çfarë duan për realizimin e vitit 2026. Tani për sa i përket muzeumit të shkollës së gjashtë së fshetit Sulejmani, sigurisht që ka ardhur kërkesa dikur para një muaji e pa. Kemi biseduar, ishte një shtesë për ndihmës për një iniciativë shumë e mirë për hapjen e muzeumit, të cili u bë i mundur. Ka qenë ishte një investim dhe nuk ishim mundësi që këtë muaj ne të merreshim me pjesën e investimit se nuk ishim shumë kohë, por ju është premtuar që do të ndihmohet, ashtu sikundër edhe kemi ndihmuar të gjitha shkollat, jo vetëm shkollën e gjashtës, në çfarëdo ide inovative dhe gjëra të mira që realizojmë për arsimin. Jemi shpro dhe jemi të gatshëm për të përqaftojmë çdo ide për të mirë të fëmijëve tanë. Po, faleminderit Namaze. Në pyetja e fundit ishte prioriteti i buxhetit. Duke se shpjeguam që ishte kultura këtë biblioteka, kështu që besoj përgjigje është shkëlluese. Dhe të policisë dhe kushtësi. Kushtësi. Po, faleminderit kotar. Po, fjalën e kam kërkuar zoti Ahmeti. Po, faleminderit dhe ju zonja Kushi. Unë kemi aty në Valeria me një pensim. Të gjitha kemi pasur të grupin e vizit shkëlqyesore dhe shërojmë këtë publik në zbuluarimet e dyqaneve, por me shqetësim shoh që në 3 pemë ty janë të thara. I ku të pasur Gjoni, u shkurë dhe nuk u zotë. Po të aksepti që direkt. Po të mbaroj. Kjo pjesa nga bashkimit, nga një manitet tek në shkëlqyesi, po thuaj se në çdo metër, asnjë metër linear, do të kasesh me tub me burr të thjeshtë, ose mund të qenë çfarë janë ato që janë ndërtuar, me gropa, me pjesë të thjera, bile kam qenë dishimtar para një jave, të një zonë me taktat e larta, u rrëzua. Po fal, abundanza e një shpejt,
Tjerë janë kjo që a është menduar, a kanë llogaritur disa si fondit për ta korrigjuar shqyrtorin e bukur që kemi, nga më të mirat që kemi në qytet. Kjo ishte faleminderit. Po, faleminderit. Po Bernardi. Për temët në shkritore, kemi kontaktuar me firmën që ka kryer të mirë në shkritore dhe na është shkruar që do zgjidhojnë të gjitha temët në shkritore. Besoj brenda kohës deri ku mbyllet për në shkurt, ato do të jenë zgjidhura. Po, faleminderit. Se patjetër që gjitha do rrotuar. Faleminderit. Ka dikush diskutime të tjera? Diskutime po të këtë. Po? Diskutim. Po, zoti Koqiu? Po. Tani do të nisur nga tabela e planifikimit të ardhurave të shpenzimeve, do të referohem më shumë në vitin e kaluar. Marrë si shembull mos realizimin e shpenzimeve kapitale do të nisur po marrë Samiri, ishte planifikuar një rrugë tek zyrtat e komunës që kalonte deri në qendër të personale në vlerë të 10 milion lekë. Pak më shumë sa kaq. Rekonstruksioni i zyrave administrative ishte të planifikojë gjithashtu dhe trotuare për rrugët e shëndetësisë. I mos i shëngu posë të vetëm nga UNAZA, që do të quajë të vlerë 18 milion, kemi një mosrealizim në mas të 20% të shpenzimeve kapitale vetëm në zonë familje. Paulli së pasaj me problemet që ngritë kolegët të realizuar, trotuaret dhe gjërat të tjera që janë realizuar këtu. Duke nisur nga këto, shikojmë vit pas viti që kemi transferim të fondave nga një vit në vitin tjetër për mos realizime. Kjo tregoi që në paritetet ku gjithmonë kërë buxheti nga një vit që duket në aparenc i balancuar, që planifikojnë shpenzime kapitale për nuk realizohen asnjëherë. Dhe shpenzimet mendoj që janë më shumë se 3% paralizueshme. Duke nisur nga ky fakt, buxheti i Bashkisë Sarandë në paraqitet nga vit në vit është një buxhet konsumator që alëzon në shpenzimet vetëm për pagat e sigurimit, dhe shpenzimet të tjera korrente dhe nuk realizon të gjitha shpenzimet kapitale që i planifikojnë vitin. Dhe kjo është praktik nga viti në vit. Dhe për sa më sipër them që vetëm gjë që është për të admiruar është planifikimi i rekonstruksionit të kryetarëve nga fondet e veta të bashkisë. Po faleminderit zoti Koqiu. Po zoti Bajrami. Doja që në vazhdim të diskutimit të kolegut Hoxha, kemi pak sa më vizionar, sa implementar për isë. Në një kohë sot, nderuar kryetar, një pjesë e madhe e buxhetit tonë shkon për menaxhim plerash. Shikoj që këtu është gati 2,5 milion euro. Nësa mund të mund që ti mbledh për tjera? Ja. Menaxhim mbledhjesh urbane dhe kujdes landfilli shkojnë në 2 milion euro. Edhe një 400.000 të tjera vinë nga fondet e pak kushtëzuara, që jam në rregull. Jo, nuk është thënë në natyra, do thjesht mbrojnë këto shpenzime. Atëherë jam të dyshim, 2,1 milion euro. Po zoti Bajrami. Na duhet jemi një qytet i pisët. Realisht jemi një qytet i pisët, nuk ka nevojë. Jemi një qytet i pastë të shqip. Ka qytet për detale kohë. Të mos ham fasule dhe të flasim fasule. Jo, unë nuk ha dhe fasule dhe flas dhe kështë të shatë në sy po. Po tjetë për qytet për i pastë në Shqipërinë, për detalë është sa. Mos krahasojmë me Shqipërinë. Tani nuk e tim do është ta nga kuptoj me Parisin do është të krahasojmë do të po. Lumi i Bistrizës ka mbushur detin me flera. Bregdeti i Sarandës pas përmbytjes ishte i mbushur me flera. Të gjitha ato flera padyshim që do t'i pastrojnë dhe padyshim që u pastruan dhe falënderime të gjitha atyre që sakrifikojnë duart e tyre për t'i pastruar. Nuk jam duke thënë atë gjë. Jam duke thënë që na duhet që të investojmë tek rrënja e barit tek fëmijët tanë. Nuk kemi absolutisht asnjë lloj projekti për të edukuar fëmijët e shkollave.
Shkollat tona janë nga institucionet më të pista. Nëse shkon mbas pushimit të madh, janë të mbushura me plera. Nuk janë duke bërë diskutime politike. Edhe anë të duke përfaqësuar opozitën që kanë marrë bashkë me mua. Jam duke folur për buxhetin e Këshillit Bashkiak, për buxhetin e Bashkisë Saranës, për të ardhmen tonë. Na duhet të kemi projekte të fëmijët e klasave të para deri në klasat e 5-ta. Nëse duam që gjimnazistët mos dalin nesër në rrugë dhe të hetë shishe të det, karnaqe të det, janë të mbushura brigjet tona me karnaqe, me qese, me plera që i hidhen ditë për ditë. Lumej pyet, nëse ka ngjerë ndonjë pyet, janë të mbushura me plera. Në park kombëtar shkojnë plera që në shesh. Sigurisht që jemi qyteti më i pastër. Dhe kjo arrihet me këto shpenzime të mëdha. Ne ti bëjmë më të vogla shpenzime, duke harxuar një çik më shumë për edukata e fëmijëve. Na duhet që të jemi vizionar në këtë pjesë. Nga ana tjetër shikoj që shpenzime për studim, projektim, planifikim strategjik. Është diçka më pak se gjysma e shpenzimeve që kemi për sinjalistik për plazhe publike. Nuk tregon kjo që jemi ne vizionarë, as si po përpiqemi për vizion dhe për planifikim strategjik. Fatmirësisht, sipas diskutimit të politikut Hoxha, ne kemi të qartë se çfarë qyteti jemi. Jemi qytet turistik. Pase do të ishte mirë të shkonim dhe diçka tjetër, të ishte një qytet sportiv. Ne di, pase do të ishte mirë, ku jemi këto fonde? Duhet të investonim një çik më mirë edhe në të. Nuk jam duke goditur buxhetin. Ju falenderoj për buxhetin që kemi bërë. Është i bollshëm, është i madh. Ndryshe nga herët e tjera kemi gjithë ato lekë për të bërë shumë gjëra. Shumë gjëra kanë vënë ndryshuar në Saranë. Falenderoj për të pjesë. Po flas për të shtuar një diçka sepse toka po na lëviz në këmbë. Qytetet e tjera turistike që janë jashtë kufirit tonë kanë të realizuar ato gjëra. Na duhet të ecim shumë shpejt se sa ritmi të cilin kemi. Na duhet të ecim me ritmin e privatit praktikisht. Kemi me atë vizion. Ta kishim një pishin për fëmijët tanë që të notonin dhe në dimër që të mundeshin të kualifikoheshin dhe për gara dimërore. Ka filluar për një pishin asë. Kemi idejuar. Pra të pishim. Na duhet që të kishim për gjëran. Na duhet që të kishim prezentues edhe në sportet të tjera. Ta kishim një tenismen nga Sarana se mundeshin që ta kishim. Njerëzit me pantallona të shkurtra këtu rinë shumicën e vitit. Nga ana tjetër, i det, duket sikur nga ndonjëherë i kemi, po frenojmë të vendosim në praktikë. Nga 4500 ndriçuesa publik që kemi në Saranë, kemi më pak se 2% të tyre me rrezet diellore. Na duhet të investojmë diçka më tepër në këtë drejtim. Pse ta shpenzojmë buxhetin tonë për të paguar drita? Ndërkohë që mund të blenim drita, mund të ishim me ndriçim diellor. Sigurisht nuk do na dështonin në momentet e caktuara, siç ishin këto kohët e fundit që rashi. Mundeshin të furnizonin me siç i furnizojmë aktualisht. Po të kishim edhe ndriçim diellor. Nuk kemi. Harxojmë një pjesë të madhe të buxhetit për ndriçim. Pse duhet? Mendoj që ka vende ku mund të punonim dhe idetë janë. Dhe janë brenda administratës, ku t'i vendosim dyshim. Po? Duhet të hetim çik më shumë. Në këtë drejtim. Në fakt ne përprekim gjithë që estetika pak e duke bërë buxhetin dhe një pjesë ndonjë atë po realizohet. Por që gjithë do korrekt. Faleminderit të dëshirë me vata të bërë korrekt. Faleminderit qytetar, faleminderit zoti Bajrami. Atë edhin votim për vendimin numër 521, kush është pro, kundra, abstenim, miratohet. Tani në pika e në pika 6 e rendit ditës, prevendim për miratimin e shtetasit të më kronikin dhe polivarin dhe viktore të moshuarme i Bujë Salam. Kush ka pyetje? Diskutime? Atë vetëm votim për vendimin numër 522 kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet.
Kalojmë tek pika e 7 e ditës. Informacion mbi raportin e performancës Bashkisë Sarandë për vitin 2024. Kush ka pyetje nga qytetarët? Diskutime? O zoti Bajrami? E kemi bërë ne këtë apo na e kanë servitur? Sa pyetje kishit? E kemi bërë ne këtë raportin apo na e kanë servitur? Më duket më mos të gjitha të dhënat që mund të merreshin nga ne, nuk janë marrë. Duket sikur janë ca të dhënat që vinë kontare praktikisht. Por nëse ke pyetje konkrete, jam disponibil. Për shembull, se kam tani e kam humbur në letrave. Po shikoja që ne nuk e dim akoma në Sarandë se sa nxënës kemi për mësues. Dhe ca nga numrat që kemi këtu nuk përshtaten atyre që kemi, realisht. Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë. Nuk e kemi. E kemi të madh praktikisht në Sarandë, e kemi të madh. Po, nuk është i raportuar. Nuk është i raportuar as për 23, as për 24, as për 25. Edhe përse që Bashkia Sarandë ka këtë numër edhe ka të fleshtë ta gjithë. Më pra da për këtyrës, nuk e mërëshur të që nga faqja e parë. E shikoj që as për gjimnasët të gëtim, na edhe një numër tjetër i cili është shumë më i masë sa që kemi aktualisht. Pra da për pyesja na e kanë servitur apo e kemi përgatitur në raportin. Edhe, në qëmë se është i Bashkisë Sarandë, ku di unë si kur nuk më si fero vladë, më nëjtë të gjej sistemën e Zvicrës të përpara. Po është i Bashkisë Sarandë, është i Bashkisë Sarandë. Kemi dhe ne krenari për të punë tonë. Po është i Zvicrës. Më të flasësh në kohës, deri si që lama të qibu. Do të nëmë si grupë të flasësh vetëm ti gjatë gjithë kohës. Që ta mërë... Faleminderit... Dhe kënaqur deri sa mjetët mërzitë në ty. Ka dikush pyetje Me sa duke nuk që e kërëgjisht për Sarandën, unë deri tani që t'e parimore kam folë. Që t'e një duhet i kështë të në tim duhet. I thashtu, gjithë, po disë vëndim. Unë duhet se duhet i kështë të në tim duhet. Ne ti themi me projekt, i termi. Duhet i kështë të në sepse ke fuqinë e votës për në të këshill. Duhet i kështë të në ti, se për këtoj gjira janë për fëmijët tanë nesër. Herë me gjithse s'ka pyetje dhe diskutime të tjera, ju falenderuar për pjesëmarrjen, uroj gëzuar festat e fundvitit, zgjedhjen e deklaroj të mbyllur.